Full Ship Show, yeah. Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show Full Ship. Guten Abend miteinander, von Herz. Mirëmbrëma gjithëve nga zemra e diasporës, nga mesi i Zvicrës, nga shtëpia më e madhe, më e bukur e diasporës shqiptare. Si gjithmonë, si çdo javë me bashkë kolegun tim këtu Marash Pulaj, ju përshëndesim nga Full Ship Show në Zvicër, duke uruar që t'jeni mirë gjithë, duke uruar që jeni duke shijuar këtë mbrëmje të bukur, me çaj dhe me gjëra të bukura përpara, muhabet dhe duke ja ngritur zërin maksimum RTV-21 për ta dëgjuar emisionin tonë sonte me yje nga diaspora, ekskluzivitet, dy personazhe që si kemi patur asnjëherë më parë në emisionin tonë, përsëri me ekskluzivitet, dy yje nga diaspora. Sonte do kemi tema interesante, mos u largoni sepse pasha nonën keni mu knoç. Kështu që vazhdojmë bashkë me kolegun Loçken, me i falendëruar partner tan, sponsor tan dhe pastaj vazhdojmë me mysafirët që kemi. Vielen Dank, Komplexi Anesi. Der Anesi-Komplex in Makresch bietet auf 1000 Meter Höhe frische Luft, Ruhe und traumhafte Natur. Auf 80 Hektar erwarten Sie 50 moderne Villen mit hochwertiger Ausstattung, 24 Stunden Sicherheit und kompletter Infrastruktur. Die perfekte Verbindung von Natur und Luxus. Vielen Dank, Komplexi Anesi. Vielen Dank, unë faleminderit shumë Komplexi Anesi, fshati më i bukur turistik në Kosovë, në Gjilan, ku ne jep mundësinë për të blerë vilën me pishinë verore, dimrore, me 270 metër katror urbanim, me 800 metër tokë apo ari, si thënë Kosovë. Kështu që e bëni porosin tuaj si pas kërkesës në një natyrë jashtëzakonisht të bukur. Gjithë verës ju ftoj ta vizitoni Kompleks Anesin, shikojeni sa mrekulli është. Faleminderit. Vielen Dank, Pristina Ticket. Der größte albanische Reiseveranstalter bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Vielen Dank. Nga Pristina në Basel, në Gjenevë, në Syri dhe në gjithë Evropën dhe nga gjithë Evropa, nga Baseli, Gjeneva dhe Syriu për Prishtinë me Pristina Ticket. Mos harroni, inkluzive kuferi, inkluzive vulsja, gjitha me Pristina Ticket. Faleminderit shumë që jeni. Melodia Zyri vjen nga muaji shtator për të gjithë nacionalitetet në Zvicër, për shqiptarët e mi të dashur, të gjithë ata që kanë dëshirë për të bërë eventet e tyre, për të realizuar ëndrrën e tyre, private, eventet private si dasma, ditëlindje, fejesa, të gjitha me radhë, mund të kontaktoni në Instagram Melodia Zyri, në website Melodia Zyri, në gjitha rrjetet sociale Melodia Zyri, partneritetin ngushtë ku jep mundësin për të realizuar ëndrrën tuaj në ambientin më ekskluziv në Zyri, më të mirë, më standarde, ku ju ftoj të jeni pjesë e Melodia Zyri. Çdo të premte keni muzikë multikulti, çdo të shtunë keni muzikë shqiptare plus trajcik plus fircik. Edhe çdo të njëjtë patjetër që do kemi business network për gjithë biznesmenët që kanë dëshirë të anëtarësohen si të huaj po ashtu dhe shqiptarë. Kështu që faleminderit Melodia Zyri që jemi me Full Ship Show partner dhe vazhdojmë marash me mysafirin e parë. Sonde do kemi mundësi për të ftuar një zonjë e cila jeton dhe vepron në Zvicër dhe kam dëshirë ta kemi pjesë emisionin tonë për të folur për shumë gjëra. Ka një histori interesante në jetën e saj, edhe të vështirë, por edhe të mirë. Kështu që përveç poezive dhe gjërave interesante në jetën e saj, aktiviteteve edhe të shoqatave, edhe aktivitete artistike, kulturore edhe nga gjitha këto që i realizon në Zvicër. Historia saj interesante është dhe jeta saj private apo shëndetësore që ka kaluar në jetën e saj një periudhë jashtëzakonisht të rëndë, me pak shpresa për të jetuar, jo vetëm me zero shpresë, jo me pak, mos ta them. Ta them tamam siç është, me zero shpresë për të jetuar. Dhe këtë konfirmim e kam marrë nga disa mjek në Zvicër që shanset për të jetuar janë zero. Dhe sot fatmirësisht gëzon një shëndet të mirë, por kam dëshirë me ditë eksperiencën, të kaluarën e saj, vuajtjet e saj, si e ka
kaluar gjithë të dhimbje, gjithë të aksident që ka patur, gjithë të Sfida. vështërsi dhe të sfidë që ka kaluar jetën e saj. Më mirë mos flas shumë se ti e din gjithmonë kur bëhet fjalë për kështu temash jam pak emocional. Normal. Kështu që kam dëshirë ta ftoj Saranda Ademi në Folship Show me Eduard Rokition, Big Up Fonjona. Saranda Ademi! Me prit Prishtin, banlindja ime Ende më djeg plak si trupi gjall Do vi për pak dit të shaj hallet me ty Të shuaj mallin e shpirtit të vrar Me prit Prishtin, banlindja ime Do vi për pak dit më prit Prishtin Të qaj hallet me ty, me shërushka është ty Arsyeja pse u fut në këtë muzikë Saranda sonte është që një vajzë e quajtur Është anonime. anonime, pra nuk ka Flutra. dëshirë ta tregojë emrin e saj. Jo, ajo në platformën YouTube quhet Flutra. Flutra, Ne kemi në platformën Flutra, YouTube. Atëherë Flutra po e quajmë edhe ne. Po. Flutra, anonime, e cila ka kontaktuar Sarandën, i ka thënë që a mundem se frymëzohem shumë nga poezitë tuaja, a mund t'i përdor që t'i bëj këngë apo recitime të ndryshme dhe prandaj deshëm me përshëndet anonimen sonte me këngën e saj që edhe në poezinë e të marrë nga Saranda. Saranda, mirë se erdhën në Folship Show. Faleminderit, mirë se Kënaqësi jeta. që të kemi në studio. Kënaqësi e veçantë dhe imja. Dhe përpara se të nisim një bisedë, kam dëshirë ta bësh një vetë prezantim, pastaj duhet të flasim nga aja të kësaj. Para se të bëj prezantimin, dua të shpjegoj pse hyra me lulen unë në emision. Hera parë që po na ndodhe neve, kjo na shpjegoi pak a shumë se ka Nuk është vetëm gratë të marrin lule, edhe burrat meritojnë lule. edhe burrat meritojnë. Duke pas parasysh që emisioni juaj Folship transmeton shumë, jep shumë dashuri tek adhetarët, tek bashkëadhetarët tanë, dhe gjithë bashkëtarët edhe në Kosovë dhe këtu në Zvicër, gjithë diasporën, kjo është zambaku i paqes. E aty ku ka dashuri ka dhe paqë. Edhe për atë qëllim unë e solla që t'ju përcjell paqja, dashuria dhe suksesi juve në emision. Faleminderit shumë. Shumë një dhuratë poetike. Absolutisht, edhe biles, veç mëdhimet Maroshi që nuk e shoh shpesh, se shtu se kisha heq mo, shtu e lon. Për që të sezon, shtu pe lon, po të ka po të garantoj. Shtu e bën. Mratra e mirë? Mirë ti Qa çabone. bone? Faleminderit, Sarand, kënaqësi dhe turit nera. Kënaqësi imja. Ke pas një jetë vështirë. Para se me fol për si jetën e gjë vështirë, du me fol pak për fillimet tua, pastaj për modelizmin përpara para aksidentit, apo jo? Po, Se ke pas po, një po. aksident shumë të rëndë, me zero shpresë për të jetuar. Absolutisht, po. Para se dalim të aksidenti, si ka qenë jeta jote? Ju më prezentuar Saranda Ademi, është e vërtet, unë quam Saranda Ademi në aspektin artistik dhe në aktivitetin si modele që kam qenë. Unë kam filluar me modelizëm qysh në moshën 6 vjeçare në studion Art Foto në Kurriz të Dardanis, me fotografin Haki Ukhajdaruka dhe Arbresha Aliçkaj. Më pas kam qenë si tinegjere modele e Valley Fashion, ku dizajnere ka qenë Enkelejda Shatri, dhe duke vazhdu rrugën e modelizmit, kështu dek arrita t'jem edhe imazh i markës së madhe DAV ose DOV që themi ne, dhe një markë e syze zvicrane, Didier Warhol. Kjo ka qenë domethënë eksperienca ime si modele, kam pozuar edhe për fotografë të ndryshëm, qoftë zvicran, italian dhe francez, por tani si duket pozat më të mira i marr në aparatin e burrit tim kur dalim në restorane. Tash vetëm Tani burrit, është burri dhe fëmijat. edhe fëmijët, jeta familjare Po, tashmë. Domethënë modelizmi ka përfunduar. Po, unë jam lindur dhe jam rritur në Prishtinë, në kryeqytetin e Kosovës. Okej. Jam shqiptare nga Kosova. Tani, Saranda Ademi është emri artistik apo i vërtet? Ky është emri i babës Ademi. I babës. Po. Okej. Ndërsa unë jam lindur, jam rritur në Prishtinë, por krenohem dhe me shumë krenari dhe me plot modesti them që jam nga Llapi, jam bie Llapit. Nga Llapi. Po. Babi im, inxhinier Femi Garvalla, vjen nga fshati Lupçi Podujevës, dhe nëna ime është një sokolesh e cila ka mbështet babin tim në çdo aktivitet politik, dhe nga duart e saj janë ushqyer edhe heronjët tanë si Afrim Xhitia Fari Fazliu, dhe jam më se lumtur se kam marrë gjërat më të bukura nga babi im dhe nga nana ime Xhevria Hasani, e cila vjen nga Podujeva, dhe është mes e ish presidentit ton Fatmir Sejdiu.
Kjo jam unë. Çe i përshëndesim. Patjetër. Prezentimi bukur. Bukur, Do të absolutisht. Faleminderit. Në Kosovë je marrë me modelizëm? Po, në Kosovë jam erë me modelizëm dhe në ndërkohë në vitin 2005 erdha në Zvicër. Po edhe me vallëzim je marrë, më duket. Po, jam marrë edhe me vallëzim. Në fakt, unë kam qenë edhe nxënëse e shkollës së mesme të muzikës drejtimi i baletit. Kam qenë edhe vallëtare e Dilaver Kreziu, se në kuadër të baletit kemi edhe vallet folklorike. Jam marrë edhe me vallëzim dhe në ndërkohë shkollimin pyroteknik juridike kam përfunduar në Kosovë. Më pas kam vazhduar në Zvicër, në zyrën juridike të Aslan Karajës, ku kam përfunduar një praktik në aspektin juridik, për të vazhduar më pas me një formacion që kam përfunduar për 3 vjet për detektiv ekspert. Detektiv ekspert. Çka është? A mundesh me na shpjegoj për Nuk i këtë përcjell profesion? burrat, Jo. Kë përcjell? ata që përfitojnë nga sigurimet, por nuk e bëj më këtë punë për arsye të shëndetit tim, domethënë nuk e kam drejt të punoj për arsye të aksidentit që kam bërë, kështu që fleni çlir, rrini çlir, Saranda nuk ju përcjell. Tash nuk më ndaj çlirë, domethënë Po, rrini ka pas çlirë. frikë njerëzit prej teje duket Sarand. A kanë frikë A di njerëzit? si ka qenë problemi? Pas aksidentit, Shoqëria Kulturore Artistike Teuta më ka ftuar t'ja prezantoj disa programe. Po. Dhe disa njerëz kishin pak tendenca të lakohen në vallëzim sepse Saranda dhe shkova thash, "Ej, vazhdo çlirë se kam marrë ta prezantoj programin, jo të shpionoj." Sepse kështu më thonin shpion, Absolutisht. domethënë nuk kam marrë ta bëj punën e detektivit sepse fatkeqësisht nuk kam drejt. Domethënë ti ke punuar si detektiv për Gjatë shkollimit, jo, gjatë Për atyre shkollimit. që përfitojnë padrejtësisht me sigurime apo jo? Po, Me po, sigurime. sigurisht ata Padrejtësisht, po. nga sigurime dhe nga çështjet sociale, Po, domethënë, asistent sociale. Tashmë nuk e bën më këtë punë. Jo, nuk mundem. Nuk mundesh në arsye shëndetësore. Tu je me familjen tënde? Po, Okej, bukur shumë. Kanë fëmijë tu gjithë? gjithmonë janë. I paç me jetë. Kur kjo në Zvicër, po? Në Zvicër kam marrë në vitin 2005, jo si shumica që kanë ardhur për arsye politike, po si nga jo shumica tjetër për dashuri. Por fatkeqësisht ajo martesë nuk u zgjati. Dhe 2 vjet pas martese, unë vendosa të largohem nga ish bashkëshorti im. Në ndërkohë, pasi që kam qenë vallëtare Dilaver Kreziut në Kosovë, unë fillova të jap kurse të vallëzimit folklorik në shoqatën e ish bashkëshortit tim, por duke pas parasysh që nuk e pranova kursimin e tij që të rikthehem, të ribashkohem, u detyrova edhe ta lë aktivitetin si koreografe. Dhe në ditën kur ai më kërkoi këtë, më tha që nëse vjen në sallë, do ta lajmëroj policin. Unë prap shkova. Shkova dhe u thash të gjithë vallëtarëve, gjithë anëtarëve, diku mbi 70, u thash, unë më nuk do të jem koreografe juaj dhe arsyen pse nuk do të jem duhet t'u jap kryetari. Edhe dola me një zemër të thyer sepse isha lidhur shumë me fëmijët, kisha fëmijë nga mosha 5 vjeçare deri në 20 vjeç, domethënë të rritur. Momenti që kam dalë, vetëm kam shiku qiellin edhe isha e mërzitur pse t'ua kthej shpinën atyre. Dhe papritmas një zë më thret të Tasarand. Kishin dalur grupi i vajzave mbrapa dhe tha ne nuk vazhdojmë në shoqëri nëse ti nuk je këtu. Edhe unë nuk dita çfarë të bëj, shkuam në shtëpinë time, biseduam dhe me insistimin e atyre vajzave, nëse më lejo t'ua përmend disa emra se nuk më kujtohet, jemi shumë, ishte Qendresa, Albulena, Belinda, Shkurta, Fitoria, etj, që insistuan ta krijojnë forumin Liria. Qëllimi i forumit Liria ishte thjesht që njeriu ta ketë lirinë të menduarit, të shprehur dhe të reagimit. Dhe kështu e krijuam forumin Liria me një bazë që të kontribojmë në njohjen e kulturës tonë, të kombit tonë, të origjinës tonë, njëkohësisht të ndihmojmë integrimin në Zvicër dhe ta parandalojmë asimilimin e të rinjve, sepse fatkeqësisht deshte apo s'deshte edhe ne të rritur i tani kemi filluar të asimilohemi dhe të bëhemi më zvicran se këto që janë shpesh. Kjo më ka ndihmuar shumë të kontriboj në forumin Liria edhe fakti që isha antare e komisionit për të huaj në komunën e Prit, në komisionin për integrimin e të huajve, sepse mirë jam mësimi aty dhe i hudhri aknej. Gjithmonë kam bërë punën pozitive për forumin Liria. Deri në vitin 2012 unë kontribova në aspektin artistik me valle, ku jemi prezantuar pothuajse në gjitha qytetet e kantonit në kantonet franceze. Por në vitin 2012 ndodhi ajo që askush nuk e pritke dhe askujt nuk i uroj atë, ndodhi aksidenti im fatal. Me makinë këtu në Zvicër. Kisha provimin në Sion, ku bëja shkollën e detektivit.
Duke u kthyer sepse në ndërkohë unë edhe punoja kontabilise me një firmë shqiptare në Lozan, dhe për të kthyer që ta përfundoj tatimin, deklarimin e tatimit në Zyrë, përfundova provimin edhe rrugës isha 82 km/h dhe pse ishte autorizuar 100, nuk isha duke shkuar me shpejtësi të madhe. Ndodhi aksidenti. Por fat në fatkeqësi në këtë rast, ambulanca ishte mbrapa meje. Edhe 3 minuta trurim ka qëndruar pa oksigjen. Domethënë ato edhe kam bërë dëshmin për librin tim që e kam përfunduar, por jemi duke bërë disa korrigjime se do gjithmonë 3-4 palë sy ta shohim para se të botohet. Kam bërë dëshmin si personat e ambulancës, si neurokirurgu që më ka operuar, sa i përket suksesit të rimarrjes jetësime. Edhe ato më kanë nxjerrë nga vetura, kanë ardhur policia dhe gjithë më kanë bartur me helikopter në një spital për të parë gjendjen time. Qysh në fillimin e parë, unë jam diagnostifikuar, kam marrë diagnozën tetraplegjik komplet nivelit C4, në palcë kurizore kusht palca e prekur, dhe azia A, që do të thotë, normalisht në basaj diagnoze, unë isha e vdekur. Kam qëndruar 1 muaj në koma. 1 muaj në koma? 1 muaj, po. A di sa mirë ishte, jam knaq. Vërtet? 1 muaj në koma? Po. Pse ashtu? Ishte një parajse vërtet. Sepse unë, kur bëra aksidentin, mu shfaq ajo drita vezulluese që shumë njerëz edhe e shpjegojnë në këtë rast, me dhe 2 engjuj me 2 palë krah vinë dhe më marrin shpirtin. Dhe kjo është interesante sepse nga vetura më kanë nxjerrë 2 persona këtu në tokë. Dhe trupi im, domethënë shpirti im ngjitet lart, dhe në ndërkohë shija gjyshet e mi duke hapur varrin, gjyshet e mia duke me vallëzuar, babin tim që ishte i revoltuar me mua, pse isha aq kokfort në këtë botë, pse luftoja për gjithçka, sepse unë kisha edhe vështirësi për dokumentacionet në Zvicër, pasi që ish bashorti im tentonte me çdo kusht më kthente për Kosovë, se nuk qëndrova më shumë se 10 vite në martesë, por vetëm 2 vite. Dhe unë i mora dokumentat në mënyrë të pavarur, edhe për veten dhe për vajzën, sepse ai tentonte edhe vajzën ta kthente për Kosovë, që kam nga martesa me të. Por ja që sot kemi shtetësinë e Zvicrës, është gjithçka në rregull. Dhe kokën e kisha në gjunjët në prerin e Krishtit. Nanën e majt, nanën e djathtë në fakt kisha Shën Marin, e cila kishte rozarën dhe më dha rozarën në dorën e djathtë, më mante dorën, dhe në anën e majt kisha Shënën Terezën, të cilën e shikoja dhe i thoja dua ujë. Vetëm ujë kërkoja. Dhe ajo me ato duart e vogla më sillte ujë dhe më lëshonte në gojë. Dhe gjatë kësaj koha, domethënë koha ime që isha atje ishte vërtet paq, isha e qetë, nuk kërkoja asgjë tjetër. Kur mundohet t'i hapja syt vetëm ajo drita si ku më jepte një shkëlqim që gjithçka do shkoj mirë. Ndërsa në botën këtu që isha, operacioni kishte zgjatur 21 orë. Dhe neurokirurgu i cili është i gatshëm të vijë në emision, kam biseduar, kur i ka ftuar familjen time, kanë thënë dëgjoj, Saranda nuk ka mundësi të del nga koma. Është mirë ta sillni vajzën, se në atë kohë kisha vetëm vajzën e madhe Lean. Sille vajzën, sille nënën që të përshëndetet. Çka është interesante se nëna i bënte pyetje dhe e përgjëronte motrën, ti konfirmoj se a kam një dorë të thym, a kam një këmbë të thym, dhe nëna, motra ime e madhe Artenia tha, unë bëja be pa problem se ti nuk e isha as këmbë as dorë, ti kishe qafën e thyrë. Dhe nëna nuk e ka menduar këtë, domethënë rreziku nuk ishte dora këmba, ishte qafa dhe ishin gjitha të paralizuara. Edhe në momentin kur vinë për të përshëndetur me trupin tim nëna dhe vajza, motrat e mia Artenia Vlora me neurokirurgun duke biseduar, ai thotë dëgjoj, nënshkruani dokumentet që ta largojmë Sarandën nga intubimi sepse nuk ka asnjë shpresë. Po mundohemi ta stimulojmë, po nuk ka shenja jete. Edhe motra i thotë, doktor, na le edhe 10 minuta kohë. Thonë dëgjoj, ne si mjek, si staf mjekësor, kemi bët të pamundurën, por vetëm nëse një Zot bëj mrekulli. Dhe motra ime e madhe Artenia thotë, nëse Zoti mendon që Zoti do të bëjë një mrekulli, do të bëj, sepse Saranda e don dhe beson në Zot. Edhe ato 10 minuta, Zoti vërtet bëri mrekulli, më ktheu në jetë.
Në momentin kur jam kthy në jetë, nëna ime shpjegon që kam qarë. Kam qarë dhe në një moment më ka kërcy trupi, sepse nëna dhe vajza kanë qenë prezent. Edhe nëna fillon të prek një mjek që ka qenë aty, domethënë në sallë, duke përgatitur aparaturën për të më larguar, dhe ajo i thotë shif Saranda po çan, Saranda lëviz, Saranda. Edhe nëna nuk e flet frangishten dhe ajo nga stresi i ka folur shqip dhe për fat të mirë, edhe mjeku që qëllon aty shqiptar. Edhe i thotë nënës, vazhdo foli. Edhe ai vrapon dhe i tregon mjekut kryesor, neurokirurgut, thot zonja në sallë aty ka filluar të jep shenja jete. Edhe aty ndërpret, domethënë arsyeja në shkrimit. Nuk në shkruan askush për të më larguar nga intubimi, bën një mbledhje të urgjente, edhe në urgjencë më transferojnë me helikopter gjithmonë nga Spitali i Lozanës, Shyvi, domethënë sepse kanë qenë specialistët për qaf, në qendrën paraplegjike të Lucernit, në Notville. Është qendra e vetme në Evropë. Edhe aty kam qëndruar 3 muaj në kujdes intensiv, nuk kuptoja asgjë. Mu dukte vetja që jam duke bërë ndonjë film, më kanë lidhur në shtrat, ishta e pamundur të kuptoj. Kur jam kthyer dhe kam filluar pak të realizoj veten, kam pyetur se ku është vajza ime për lejen. Edhe infermierët aty më kanë shikuar çuditshëm sepse raporti medikal thonte diçka tjetër, ndërsa reagimet e mia ishin ekstreme. Më kujtoi vajza, më kujtoi për sherr numri i bashortit tim dhe motra ime e madhja. Edhe unë i kërkoja këto 3, thash telefonone sepse nëse vajza nuk është me mua, është me babën e saj. Nuk ka tjetër zgjedhje. Edhe, domethënë, edhe aty një shpresë tjetër, Saranda u zgjua nga koma, tani duhet filloj me terapit. Fillua me terapit fizio ergo, akupunktur, gjitha terapit, dhe asnjë shpresë nuk ishte. Përsëri. Po, sepse siç e ceka, unë isha niveli C4, unë kam të lënduar C4, C5, C6, boshtin kurrizor, ndërsa palca është e prekur në nivelin C4. Domethënë palca kurrizore, tani kam filluar të bëhem edhe pak mjek, ata njoh pak mjekësinë, edhe pse gjithmonë kam qenë kundër, unë kam motrën mjeke, por e kam pak probleme mjekësinë. Mjekët si ma kanë shpjeguar, domethënë palca është e dëmtuar, është si një lloj manaferre, kur ndrytet më nuk riparohet. Edhe unë bëja shaka sepse mjekja e thonte motrës janë 3 pika që nuk i kuptojmë pse janë. Edhe unë i them në emër tatit, birit të shpirtit shenjtë, unë do ngrihem në këmbë. Gjithmonë e mira me humor, çdo gjë që ato thoni nuk pranoja. Edhe më dërgojnë në kujdes normal, që të filloj me terapit intensiva, dhe një ditë futën në dhomë dhe më thojnë ti do ngelesh në karrocë për gjithë jetën. Fillim kam qartë. Ju jeni në karrocë të mbrapa. Po, këtu kam qenë në 40 kg. 40 kg. Po, kur kam dalë nga koma. Kur ke dalur nga koma? Po, domethënë 3 muaj pas kujdesit intensiv, 1 muaj në koma plus 2 muaj në kujdes intensiv. Kam insistuar që të dal jashtë, sepse nuk e ndija veten mirë në dhomë, edhe këtu më kanë instaluar 6 infermier, më kanë stabilizuar në karrocë, kam dalur vetëm 15 minuta, sepse për shkak të tensionit të ulët, humbja vedijen. Por kemi arritur të shkrepim një foto si kujtim. Tani 1 muaj keni qenë në koma. 1 muaj trupin e ke patur në këtë botë, shpirtin në botën tjetër. Po. Pas 1 muaj, pastaj ti je rikthyer përsëri në këtë botë. Po. Dhe fotoja parë pas daljes nga koma është kjo. Po. Kjo është fotoja parë. Kjo është motra ime Artenja. Kur mjekët... Sa kohë keni qëndruar në karrocë? Në karrocë kam qëndruar 6 muaj. 6 muaj. Pra gjithmonë mjekët vazhdonin thonin që ti nuk ke shans për të ecur edhe për të jetuar prapë apo jo? Jo, për të jetuar kishte, pastaj ato shpresat ishin, si por ishte nga i tetraplegjiku komplet Azia A me diagnozë, kalova tetraplegjik jo komplet Azia B. Domethënë fillova me këto diagnoza dhe sot unë jam tetraplegjik niveli C4, Azia D. Domethënë kam kalu A, B, C, D, E është krejt normal, unë jam D, kam pak komplikime në shëndet. Jam kurioztar për të ditur reagimin e doktorëve që thirrën familjarët tu për të përshëndetur me trupin tënd. Pra që kanë qenë të bindur që ti do përshëndetesh me familjarët tu përgjithmonë. Neurokirurgi im, doktor Meserer, që ndoshta do këtë kemi rastin edhe ta ftojmë tek ju, ai ka qajt. Kur i kam shkuar në takim, unë kam kërkuar të takohemi edhe ai ka thënë, po unë kam bë punën e mjekut, nuk di çka të bëj.
Edhe pastaj ma shpjegoj tha, vjen në recepcion e thot, ka ardhur një zonjë bjonde Saranda në karros tetraplegjik, edhe recepcioniste thot, ajo aty, unë isha në take. Edhe ai ngele thot, jo, tetraplegjik është ajo tash unë jam unë. Edhe aty kanë dalur lotët, jemi përqafuar dhe sot e kësaj dite jemi miq, nuk jemi vetëm pacientë po pristet dikush në me karrosë elektrike, po. Ti ke shkuar në taka aty. Po. Shumë interesant. Shumë. Shqyr që të ka shpëtuar Zoti. Dhe në ato momente kur vinë domethënë mjekët pas 4 muajve, ma komunikojnë që unë nuk do lëviz, do ngelin karroc, do bëjnë çmos, më bëjnë vetëm ta lëvizi këtë gishtë ta shtyje karrocën, ti je me pavarur të paktën në karrocën time. Unë ju them atyre, a do mundem të jem modele për handicap? Kërkoja një punë, unë prapë mendoja vetëm punën, kemi aktivitet sepse ka qenë hiperaktive. Gjithmonë ke qenë optimiste. Unë optimiste, por kam qenë hiperaktive, unë kam qenë gjithmonë në aktivitet në jetën time. Dhe nuk arrija të ta shoh veten pasiv. Si kanë qenë mendimet tua? Ti e mendoje vetë që do rrihen karroz gjithmonë? Jo. Edhe çka është interesant, një histori që është shumë intuita çfarë do të thotë. Me datën 23 mars shkoj në kinema me një mik dhe shikoj filmin Intouchable. Është një film që është histori e vërtet e një tetraplegjiku. Edhe unë e shikoj filmin e them atij miku, diçka më ndodh mua kur në karroc nuk do rrija. Edhe ajtë neset ne kishim takim, me thot, unë nuk mund të realizoj, e shikuam filmin dhe ti sot je tetraplegjik, tash po ai në film nuk është ngrit, unë të ngritem. Edhe ai miku im prapë jemi endemisht, thot, nuk të kuptoj, Sarand, nuk di nga të vjen kjo forcë. Kjo është diçka vërtet hynore që duhet edhe të studiohet, por neurokirurgu im që më ka operuar, ai thot, unë e kam vështirë të bëj edhe një studim mbi këtë, pasi që nuk gjej 2 tetraplegjik tjerë që i përshtaten korrigjimit ose përfitimit tjetër si ty, sepse s'ka tjetër. A ka ndaj shpjegim mjekësor? Jo, për momentin nuk kanë shpjegim mrekulli. mjekësor, vetëm mrekulli. Është neurokirurgu ai edhe ka shujtur në letrën e tij, në fund thot, sepse nuk du ta shfaqi ditë letrën që e ka shujtur, ai thot, Saranda është një mrekulli e Perëndis. Ta ditë kur mjekët futën në dhomë dhe më komunikojnë që nuk do të heci, që kërkoj punë dhe nuk ka mundësi, thot, prit një herë për punë, nuk jemi këtu, kemi gjëra tjera të bëjmë. Një natë para më shfaqur nëna Terez me shifrën 6. Edhe u them atyre, mi jepni 6 javë, bazohem në atë shifër. Mi jepni 6 javë, thash unë do heci. Të shfaqet nëna Terez me shifrën 6. Po, një natë para. Vizioni që isha, kështu siç e kam në nën Terez e kisha ballë dhe thash, ajo më tha, ti mundesh, unë besoj në ty. Dhe kjo fjalë, thash kur ata besojnë mu, kush janë këta tjerë të mos besojnë. Dhe unë shpesh në njerë thoja, ku jam, në çfarë bote, sepse jetoja në 2 botrat, isha këtu dhe atje. Bëja dhe më thënë, si kur je kam një vetur të shpejt, një tren të shpejt, ktheja, vija, kënej. Edhe kur i them atë, mjekët të stepur, thojnë, okej, ne nuk do të insistojmë, po është e pamundur. Dhe unë kam patur regjim shtrati, nuk kam pas drejt televizja. Dhe sot miqët e mi që kam punuar në atë spitale dhe vetë thojnë, ne nuk kuptojmë. Ja largonim Sarandës karrocën, e qishim jashtë, Saranda vinte duke rrotulluar në tokë dhe hypte në karrocë. Bëja lëvizje që ato lëvizje vetëm Zoti ka bë me mua, sepse as unë nuk di t'i shpjegoj kur kam qenë pa lëvizur komplet. Dhe këto 6 javë me motrën time Artenën dhe me nënën time, e cila ka qëndruar në Zvicër deri në vitin 2017, është kujdesur për vajzën time të madhe, jam dalur dhe i kam vënë duart me një lis. Nëna mi ka vënë këmbët në tokë sepse nuk lëvizja. Motra mi mbante duart dhe bënim një lutje. Zot, më jep fuqi të dëshmoj se ti ekziston. Vetëm kjo më ishte ngulur në kokën time, vetëm kjo lutje. Isha duke ngrënë bukë, më vinte lutja, Zot, më jep fuqi të dëshmoj se ti ekziston. Më besoni, 6 javë, në ditën e fundit të 6 javëshit, unë kam bërë 3 hapa. Ajo shefica ka qenë ullur në ambulinë si e ti, dhe kur jam ngritur, sepse ne kishim bërë një marrëveshje, kur jam ngritur, ajo thotë çfarë bën? Thash unë hec. Edhe aty kam bërë 3 hapa. Po dhe pse i bëra ato 3 hapa, ato prap thonin këto janë spazma, këto janë lëvizje që të mashtrojnë këto. I thoj jo, këto janë lëvizje që Zoti dëshmon se ekziston. Edhe unë vazhdimisht kam besuar dhe kam ditë që një forcë hynore është në mua. Tani Saranda, pyetja është fakti që ke parë Krishtin, edhe
Nën Terezën edhe Shën Marin. Shën Marien, ti përpara ke qenë praktikante e fesë krishtere, për të më ke besuar vazhdimisht në Zot dhe ke qenë praktikante e kësaj feje? Dëgjoj, unë kam lindur dhe jam rritur me një familje të quajtur musliman, por jo praktikant. Dhe unë asnjëherë nuk e kam praktikuar atë fe, nuk kam pasur një lidhje me fen islame. Ndoshta kjo vetë fakti që është një fe që vetëm ka ardhur në tek ne shqiptarë dhe ende nuk kemi njohurit mirë edhe që bëjnë ato komplikimet. Në moshën 15 vjeçare mu më shfaqur Shën Maria në Ulpian të Prishtinës dhe më ka dërguar në kishën e vogël që kemi në Prishtinë në Ulpian. Dhe aty kam tregu babit tim që më shfaqur një vizion kështu dhe babi nuk më ka penguar, më ka thënë është rruga jote. Nëna ka qenë më e rezervuar në aspektin fetar. Nga mosha 15 vjeçare unë kam shkuar në kish, kam praktikuar në fen katolike në atë mënyrën time, Pra, por me familje muslimane, e lindur muslimane. Po. Okej. Por e lindur në familje muslimane, në shpirtin tim kisha Krishtin. Në Nën Tereze kam gjithmonë edhe qysh nga mosha 15 vjeçare, një pikturë që babi më ka dhuruar, e kisha në dhomë. Nëna Terezë ishte idoli im, dhe është idoli im. Dhe pastaj me ardhjen time, domethënë në Zvicër, kaluan kohë dhe tash pas aksidentit, fatmirësisht, pasi që nga Zvicra franceze kalova në Zvicrën gjermane kënej, arrita edhe ta bëj pagzimin nga Don Marian Demaj, këtu në Arau, dhe tani kam domethënë 2 vite që me dokumenta jam krishtere. Kemi edhe një foto mbrapa gjatë ceremonisë pagzimit. Po, Çfarë ndjenje u kanë për ty ky moment? ndjenja më e bukur e rilindjes sime. Këtu ndjem e kompletuar. Dhe them shumë sinqerisht, pagzimin që kam bërë më ka ndryshuar shumë jetën, sepse para se të bëj pagzimin kisha shumë vizione, kisha shumë shija shumë gjëra që po t'ja thoja të tjerëve do merrnin për të çmendur. Dhe në momentin që kam bërë pagzimin, jam relaksuar, jam qetësuar dhe jam vetvetja. Jam rikthyer në këtë tokë, sepse isha gjithmonë në mes 2 botrave. Tash për që jema mirë, a ki pas mo kësi vizione? Po, në 2 janar 2025, para se të bëj pagzimin, ishim në pushim në Dubai, me bashortin, me fëmit. Natën më vjen një vizion, do të thënë një trup, ulet afër meje dhe më ledaton ballin, dhe i hapi syt një femër e bukur, zeshkane, me një fustan të bardhë, me një pjesë të kaltërt, dhe ajo është Shën Maria. Më thotë je në rrugën e drejtë. Të njëjtin gjest e bën edhe me bashortin tim, i ledaton ballin dhe unë sa u zgjova kështu, trupi prapë më shkoi në shtrat. Dhe në atë pjesë unë filloj çajt dhe i kërkoj Shën Marisë të qëndroj ende, mundom t'ja kap dorën. Dhe ajo më merr shpirti im e përcjell Shën Marin dhe me këtë vizion arrita edhe t'i gjej dhe ti zgjedh kumarët e mi. Ajo më dërgoi deri në shtëpinë e Vjollca dhe Pashk Qetës. Pashkun e kisha njoftuar në kish, kur kam shkuar për të bërë dëshminë time, të rrëfimin tim të eksperiencës time në botën tjetër, ndërsa Vjollcën asnjëherë nuk e kisha takuar, por e takova në vizionin tim. Dhe në mëngjes kur u zgjova, kisha numrin e Pashkut dhe i thash Pashk, Shën Maria ju ka zgjedh të jeni kumarët e mi. Kjo është. Interesant. Fare interesant. Histori interesant. Shumë histori interesante. Por, kur kam dalë nga koma, kur gjyshit e mi i thojnë babit, ta marim trupin, kënej, dhe më thonë, ta marim sarandën, varri është gati. Pra, ka qenë bërë gati varri. Po, nga gjyshit, dhe më thonë, sa isha në koma. Po, sa isha në koma. Janë bërë gati gjitha... Varri, dhe më thonë, gjyshit e mi, që të dy janë, dhe më thonë, në botën e amshuar, gjyshit e mi e bën varrin, dhe çuditërisht gjindëm në fshatin e babit, si bofc, tek shtëpia e gjyshit tim, dhe unë e shikoja vendit dhe thoja, o babo, shtëpia është e kallur nga sorbën, nga bombardimet, si e keni rregulluar shtëpinë? E shija atë shtëpinë e bukur të gjyshit tim, dhe nuk e kuptoja, dhe më thonë, si është bërë ajo shtëpi prap. Dhe kur gjyshit i thonë babi që të marrin, dhe më thonë, më varrosin, babi im thot, Leja ka nevojë për sarandën, dhe nëna Terezë thot, saranda ka një mision.
Dhe nga kjo, kur në natëre sot që unë kam një mision, fillova të mendoj çfarë të bëj, si t'ja bëj, dhe 2 vjet pas, në natërez më shfaqet dhe më thot tani du ta kontaktosh Don Lurë Gjergjin. Futem në internet, kërko Don Lurë Gjergjin, i shkruaj, dhe unë i them kështu më ka thënë Nën Tereza të takoj. Edhe ai më thot, po i bi Nën Tereza është në botën tjetër. Thash, po, unë në botën tjetër e kam taku. Dhe ai nalet më shikon, thot, po, si e ke taku? Dhe ja rrëfej, domethënë kët. Dhe ai më kërkon që t'ja bëj një letër, sepse ishte para të kthej domethënë në shejtrim në Terez, në Vatikan, edhe unë ja bëj atë letër Don Lurë Gjergjit. Ja shkruaj letrën si dëshmi time, vizionin dhe atë çfarë ka bërë në Terez me mua. Çish ka reagu Don Lurë Gjergji, çfarë mendimi ka për këtë historinë tanë? Ishte i emocionuar dhe sot kur takon njerëzit edhe bashortit tim, pasi ai flet italisht, bashorti im është me origjinë italiane, ai si e shpjegon takimin me mua, as vet nuk di ta shpjegoj. Aq këndshëm, aq rrjedhshëm, sepse çka më ka penguar shumë në këtë, kjo është përjetimi im. Gjithë secili nga ne kemi përjetimet. Dhe kur unë e shpjegoj dhe rrëfehem para publikut, është ajo se më duhet ta bëjmë këtë që njerëzit të bindën në fuqinë e Perëndis, jo të bindën në përjetimin tim, por në fuqinë dhe forcën që Zoti jep tek ne, tek krijesat, dhe ne duhet ta duam Zotin, para se të thojmë ne besojmë ose shkojmë të lutem e të falemi, sepse Zotin duhet ta duam, jo të frigohem nga ai. Zoti nuk është kriminal, Zoti është dashuri. As nuk është ky harmarrës. Jo, ky është mesazhi, domethënë, në qoftë se Zoti më ka kthyer këndej, unë e kam për detyrë dhe për obligim të dëshmoj fuqinë e tij çfarë ka bërë me mua, sepse po mos ishte Zoti, unë nuk do të isha sot mesin e juaj, nuk do të isha sot duke folur me ju dy. Sot nuk do të isha nën, për herë tjetër. Janë shumë gjëra që janë të pashpjegueshme në çdo teori. Dhe kur ua kam shpjeguar si hoxhës, si priftit, hoxha e besoi historinë një hoxh në Kosovë, tha, rikthimi që Zoti të ka bë është mrekulli, tha, po Krishti, Maria, Nën Terez, lejta ato, tha se ato nuk janë asgjë, tha ato tha janë shejtan, që t'janë paraqitur shejtanët. Tha dhe ty tha Zoti ka bë, tha tash ti duhet tha të mbulohesh dhe të këndosh me vlude. Thashë çfarë janë me vludet? Kur bëhen? Tha po me vludet, tha kur lind një djalë, kur bëhet syneti, edhe unë i them po për vajzat, kur lind vajza, tha jo, tha po kur vajzat e kanë cikli nuk bëjmë, thash me vlut. Sepse fillova pak edhe me ignorancë ja bëj këtë, thash pse tash të gëzohemi vetëm për djemat, tash të gëzohemi edhe për vajzat. Edhe u largova. Dhe kur këtë përjetimin tim ja rrëfeja Don Lurë Gjergjit, ai më tha Zoti të ka dhënë një obligim. Ai nuk më tha duhet ta bësh këtë, duhet ta bësh. Ai tha Zoti të ka dhënë një obligim dhe prit mesazhin e tij se çfarë duhet të bësh. Dhe mesazhi i tij më erdhi nga Nana Terez, që forumin Liria që e kisha në atë kohë për të mbrojtur dhe ndihmuar fëmijët e diasporës, për të penguar asimilimin, për të ndihmuar integrimin, e krijova këtë forum për të ndihmuar personat që janë viktima të dhunës familjare dhe të ndihmoj të tjerët për integrim të rriturit kur vin nga Kosova, sepse ka nevojë një mbështetje, nuk i din rregullat e institucioneve, dhe unë këtë e bëj me shumë vullnet, në mënyrë vullnetare. Dhe kam fatin sepse më herët e kam bë krejtësisht vetëm, kur isha në Lozan, pasi që detyra që bëj unë kërkon shumë besim dhe shumë diskresion. Nuk kam dëshirë që të tjerët të dinë se çfarë ka tjetri, dhe ne kemi nevojë të mbajmë gjërat diskrete. Por duke pas parasysh që numri i viktimave shtohet çdo ditë më tepër, kam fatin që tani në pjesën gjermane kam Flora Sefan, gruan e ish konsultit të Kosovës Sali Sefës, e cila më mbështet, kam mikën time Blerinën, pasi që në Zvicrën gjermane nuk e foli mirë gjermanishtën, kam nevojë për ato të ndihmojnë. Dhe në pjesën franceze kemi bërë edhe një takim me mikët e mia, Arbrin, Dafinën dhe Edonën. Jemi duke Që punuar. ndoshta regjia nxjerr foton, nëse është tu regjia, foton me që ishte mbrapa me të ulura në kafe që ishin. Po,
ishte takimi këto javët e fundit së bashku, duke biseduar që të shohim se si ta zgjerojmë forumin Liria, që t'u tregojmë të tjerëve që është një forum krejtësisht fal, mundohemi t'i ndihmojmë se si të integrohen, si të mos e humbin të drejtën e qëndrimit në Zvicër, me atë mundësi që kemi, t'i ndihmojmë të gjejnë edhe avokatët që ka nevojë, dhe edhe t'i këshillojmë ndonjëherë sa i përket çështjeve familjare, sepse dhuna është ndonjëherë ne flasim vetëm për dhunën fizike, por asnjëherë nuk e kuptojmë se ku është qëllimi, nga vjen dhuna, sikur termeti. Ne kur e kemi termetin, ne duhet ta kuptojmë epiqendrën. Dhe dhuna fizike zakonisht nuk jam ekspert, sepse unë jam detektiv dhe me aq eksperiencë që kam edhe vetë si viktime dhunës familjare, epiqendra e problemeve në familjet, në çiftet e reja, është zakonisht fatkeqësisht e them vjera. Dhe dhe viktim për mua nuk është vetëm gruaja. Këtu është problemi, që asnjëherë nuk i flasim meshkujt. Meshkujt janë viktima të dhunës emocionale, dhunës dhe shantazheve afektive, kur i bëhet nga nëna. Të kam bajt në bark nën muaj, të kam dhënë gjirin, po mirë, nuk të kemi obliguar, ai është detyrë e natyrës. Ti kur e bën një fëmijë duhet ta mësosh, domethënë se si çfarë duhet bëj, dhe në momentin që martohet duhet t'i krijosh një hapësirë që ai ta ketë botën e vet, familjen e vet, prindin mbetet prind, por nuk guxon të ndërhyj në jetën e çiftit. Dhe për atë po ndodhin problemet tek komuniteti jon kosovar, e fatkeqësisht edhe tek komuniteti musliman, sepse kam edhe gra, por edhe burra që vinë. Kjo është shumë e dhimbshme dhe vërtet u bëj thirrje edhe institucioneve të Zvicrës, ndoshta kur japin të drejtën e bashkimit familjar, t'ua bëjnë kusht burrave të kenë banesat e tyre të pavarura për të marrë grua në Zvicër, ose gruaja që ta merr burrin nga Kosova, që ta ketë intimitetin e saj, pavarësinë e saj me burrin, dhe mos shkojnë me atë idenë, ti kam bërë unë letrat, tash ti duhet Po, jo. Njeriu nuk duhet të trajtohet si kafsh. Dhe në Zvicër kafshët respektohen shumë, andaj edhe njeriu duhet të respektohet. Këtu është domethënë qëllimi edhe i misioni që më është dhënë nga bota tjetër, t'i ndihmoj të tjerët. Edhe pse unë konfrontohem shpesh edhe me probleme, se ka burra që bëjnë padik kundër meje, pse unë i ndihmoj një gruaje. Padik? Po. Kam bërë padik kundër meje vetëm pse kam provuar t'i ndihmoj dikujt. Dhe kjo është absurde kur edhe institucionet manipulohen lehtë nga ato njerëz. Por fat në këto fatkeqësi, për ato, unë i kam gjithmonë provat, sepse profesioni im detektiv më ka mësuar t'i ruaj provat. Dhe sigurisht nuk shkoj më tutje, por është e dhimbshme kjo. Ky angazhim për njerëz të vujt dhunë familja vjen nga eksperienca fetare që e ki pas? Është pjesë atij misionit? Jo, kjo është më shumë misioni që më ka dhënë nën Tereza, kur më tha ktheu se ti ke një mision. Edhe zgjodhe këtë temë pikërisht? Po, më erdhi si ideja jo, sepse atëherë kur më tha tani je gati për mision, ishte një grua të cilën, sigurisht, identiteti nuk do t'ja shfaq, familja e bashkëshortit, bashkë me bashkëshortin e kishin kthyer për në Kosovë dhe fëmijët ja kishin dalur në Zvicër, po fati sa i madh, ishte festa e Pashkëve dhe institucionet nuk punojnë në kohën e Pashkëve, edhe unë i them merre avionin e parë dhe eja në Zvicër. Isha shtatzën tek vajza ime Lira, te e vogla, dhe me dhimbjet e mia e shoshova në polici, e mora në shtëpinë time derisa i gjeta strehimin dhe i morëm fëmijët asaj, dhe sot ajo është bën më shumë se 10 vite në Zvicër me fëmijë dhe është e lumtur. Bravo. Tu filloj domethënë misioni. Po, nashta mujna mi dhanë edhe do këshill për njerëz që përjetojnë një situatë të tillë, cilët janë shenjë të parë që një person përjeton dhunë familje edhe çka mund me bëu ato njerëz. Gjëja, unë mendoj me aq eksperiencë prap them, mendoj që mungesa e komunikimit në çift dhe thashë një herë presioni emocional që u bëhet burrave e sjell dhunën fizike. Sepse kënej ke presion nga nëna, djali im të kam bajt në bark, të kam dhënë gjirin, kënej ke një grua që është e pafajshme, ka nga Kosova, ka lënë gjitha në Kosovë për ty, dhe thot po unë du dal me ty, dhe nëna thot jo le të dalim bashk, dhe këto janë ato që nxesin. Dhe unë gjën e parë që këshilloj, merruni me partnerat e juj.
Gjëja e parë është ajo sepse prindrit e kanë bërë detyrën e tyre, të kanë sjellë në jetë, të kanë ndihmuar në shkollim, të jesh i pavarur ose të jesh e pavarur, tani është momenti të koncentrohesh në atë që ti krijon familjen tënde. Dhe të koncentrohesh aty. Sepse nuk është mirë që për huqet e një nëne të lesh fëmijët e tu të rriten me prindë të ndarë. Që realisht jo në çdo rast është nona, po ka raste. Po. Por Shumicën e rasteve është fatkeqësisht vjera. Qo vjera nga shtëpia, qo vjera nga ana tjetër, nga dy anët. Po, absolutisht. Mirë, por një shprehje apo i shkrim i fundit i Elon Musk që kishte postuar, tha fëmijët e mi, tha nuk zgjodhen për të ardhur në jetë. Unë zgjodha të vinë ata në jetë dhe unë kam detyrimin për ta që t'i rrisë t'i mbaj derisa të bëhen të pambarur. Po. Por realisht unë me aq sa di marrëdhënia apo pala e tretë në një çift është shumë e dëmshme. Absolutisht, pra atë. Pa marrë parasysh kush është. Prindi i njërës palë apo i palës tjetër. Po. Momentin që njerëzit rriten të bëhen madhor, të ndosin për jetën e tyre, i treti është i tepërt. I treti mund të vijë vetëm për t'i respektuar, për t'u ofruar dashuri, për t'u ofruar dashuri dhe familjes. Dashuri familjare dhe për tjera gjëra është i tepërt. Nuk duhet marrë një nuse në Kosovë si që thojmë ne gjuhë popullore si rob shtëpie. Po duhet marrë si një filiz, si një lule. Jo ta trajtojmë si një skllav, sepse këtu kemi mundësi të marrim edhe ndihmëse në shtëpi. Pse ta marrim një nuse si skllav? Pse thuajmë nuses për gjatë e bukura, që djali të jetë i lumtur. Është bërë trend të shiko të fundit pak në të çiftet shqiptare divorci, Saranda. Fatkeqësisht. Mund vjen ndihmë se në fëmijët që ngelin, se nuk është problemi. Po, nuk është trend, është problemi që unë ka pat raste për shembull çifteve. Është trend sepse janë disa arsye jo madhore për të divorcuar. Thjesht nuk duan më. Për arsye banale, bravo qoftë. Sepse ata duhen, po ai inati. Po, inati e bën. Që në francishtë ne them, unë e përdori fjalën te tyrk ose kok turku. Po. Që janë shumë kokfort dhe nga inati burri nuk din t'i thot gruas të dua. E kanë frikë të thonë të dua. Po nuk është ofendim të thuash të dua gruas tënde. Ta lëdatosh gruan ti tregosh para fëmijëve se sa vlerë ka nëna atyre. Kjo është një edukat, një mesazh. Ta mësosh djalin tënd si ta trajton gruan. Shumë e vërtetë. Sepse ne jemi rritur në atë frymën e dhunës. Dhe na mendojmë se ashtu duhet. Baba im ka bërë kështu dhe unë duhet të bëj kështu. Ose ka nanë që thot, mu baba yt më ka rre, pse ti nuk e rre gruan? Mu më ka ndodhur kur burri ka ardhur, unë nuk di çka të bëj, vetëm ta mbys veten oj Sarand, të knej gruaja mëdhimët, se shkreta nuk arrin të integrohet në Zvicër. Knej është nëna ata që bën presion. Thash, a din çfarë merre gruaja dhe ndroje numrin, thuj nënës sonte, hasta la vista dhe u kry. Thash, pse tash unë ta e du gruan time. Ajo kalon gjithçka në Kosovë për mua. Kjo më pëlqen, ai e shprehte, po thot unë kam frikë ta shikoj gruan time në sy kur hy në shtëpi sepse nëna më shikon me mrolla. Ose kur i thot gruas eja në dhomë, pse shkove në dhomë me gruan? Pse s'erdhe më pari te unë? Po, ka mentalitet i vjetër. Kjo është e dhimbshme, kjo është vërtet e dhimbshme dhe unë kam edhe kontakte nga gratë të cilat më thrasin edhe nga Kosova dhe mendoj që ndoshta mendimin e Arbris, Dafinës, ndihmën e Florës, Blerinës, të miremi në kontakt edhe me shoqatat e grave në Kosovë tani, se një problem shumë serios që e shoh që është i rëndësishëm edhe për institucionet e Zvicrës, këtu që të komunikojmë me institucionet e Kosovës, që familjarët dhe burrat nga Kosova që janë në Zvicër, në momentin që nuk ju përshtatet nusja, në momentin që kanë bërë ato qefet e tyre, i kthejnë nusët për Kosovë, i lëjnë në Kosovë dhe i lëjnë pa dokumenta. Dhana sjelltas. Po kam një rast që është ekstrem i dhimbshëm që kunata e manipulon nusën e vllaut, të del nga shtëpia e grave për mbrojtje që janë për gratë e dhunuara këtu në Zvicër, e manipulon duke i thënë që vllau im do të kthehet, gjithçka do të bëhet mirë dhe kjo nusë e re shpreson prap të bëhet një shans, dhe i them po pse ai të jep shansën kur ti je viktim? Ai duhet të të kërkoj falje. Edhe ajo bindet në ato fjalë, si femra femrës, del nga institucioni, me vullnet të lirë, sepse beson në thënjet e kunatës, dhe kunata me vjerën e dërgojnë në aeroport,
e dërgojnë në Kosovë, ja konfiskojnë dokumentat dhe sot 2 vite gati bëhen që djali ka shtetësi zvicrane dhe jeton në mënyrë ilegale në Kosovë, sepse nuk ka dokumenta në Kosovë dhe jam me gashme një institucionet qoftë të Kosovës, qoftë të Zvicrës, t'u jap edhe identitetet dhe informatat edhe më tutje, sepse ky është rast shumë i dhimbshëm. Djali zvicran pa dokumenta në mesin e Kosovës, sepse ka prindin kosovar, nuk mjafton, janë ligjet e Kosovës, dhe tjetra fëmiu nuk është i vaksionuar. Dhe baba dërgon letra, unë nuk du fëmiu të ma vaksionosh në Kosovë. Dhe me ligjet e Zvicrës normalisht duhet ta shpjegosh pse nuk do fëmiu të vaksionohet. Edhe pse nuk janë vaksinat e obliguara, rekomandohet vaksionimi. E domethënë zonja ka frikë të bëj padi në Kosovë sepse e kërcnojnë. Dhe tani shqiptarët e Kosovës, veçanti ka më shumë raste, e shfrytëzojnë edhe kanunin. E shfrytëzojnë kanunin sipas ligjeve të tyre, jo sipas kanunit çfarë shkruhet. Domethënë për tekët e tyre e shfrytëzojnë kanunin, fjalën e kanunit edhe mendojnë që në qoftë se në të ardhmen do të arrijë Kosova ta ketë një qeveri stabile, të bëjë një ligj për mbrojtjen e kanunit, sepse nuk guxon kanuni të keq përdoret në familje. Unë dua shumë historinë e popullit ton dhe jam shumë mirënjohëse jo vetëm prindëve të mi që kanë qenë adetar dhe janë adetar, nëna ime është adetare, babi im ka vdekur, por edhe asimtarja e historisë, Zogza Mulako, ajo më ka mësuar shumë për historinë. Për atë më dhimbset kanuni të keq përdoret nga njerëz të paditur. Është dokument historik, kanuni. Kjo na shpjego pak këtë revistë çfarë kush është kjo dhe ku është botuar, se çfarë Aty jam unë. nuk e kuptoj. Po jo, kush është revista, se ty Ave Maria është një revistë që botohet këtu në Zvicër. Edhe Tu është përshkruar jeta jote? Po, këtu më duket 4 herë në vjet në këtë revistë japin dëshmi të ndryshme që ndoshta edhe mund të bëhen edhe më të konfirmuara për më tutje dhe kanë zgjedhur tani edhe dëshmin tim edhe imazhin tim për të përdorur dhe njëkohësisht keni edhe anijen që në 15 gusht ata që dojnë të bëjnë pjesë në lutjet e paqes mund të jenë pjesë e anijës më të madhe ku do të ketë njerëz nga Austria, Gjermania dhe Zvicra. Këtu do të jem edhe unë, edhe ata që dojnë të më takojnë, se ka shumë shqiptarë që kanë dëshirë të takojnë me mu, këtu mund të më takoni gjithsesi. Okej, bukur shumë. Forumi Liria. Sa antari ka edhe nëse don dikush mu angazhu? Mu antarësu. Mu antarësu, po që funksionon? Duhet t'i kemi burrat sponsor. Dhe Forumi Liria është shumë spontan. Tash edhe njerë, ka pas ketë një tjetër qëllim. Jam mirë me valle, me kulturë, dhe tani është pak më i komplikuar dhe përqen pjesë për të ndihmuar grave, ose edhe burrave, prap mos them vetëm grave, sepse nuk jam e një anshme, për të ndihmuar qytetarët tanë, po edhe të huajt, unë kam edhe shumë tash të komunitetit musliman, Tunizis, Algjeris, Marokut, Turkis që më paraqiten, por kam edhe të shteteve tjera si Franca, Portugalia që më kërkojnë ndihmë. Numri i mazhorancës janë femra, ka edhe meshkuj. Duhet të paktën të na bindë neve që ai person është i gatshëm për të ndëgjuar viktimët dhe për ta këshilluar në mënyrë adekuate. Deri më tani thash që kam qenë vetëm, sepse nuk kam besuar në njerëz. Fatkeqësisht kemi tendenca, ai kishte këtë problem, ajo kishte këtë problem, ai njeh këtë, ajo kishte, ato nuk i dua. Se për atë thash, për tani kam, domethënë vetëm 6 persona të cilat më mbështesin, ka shumë që janë të interesuara dhe ato që janë të interesuara do ta kuptojnë që Forumi Liria punon me vetë financim, gjithsecili financohet vetë, në qoftë se duhet të zhvendosemi për të takuar viktimën, më ka ndodhur shpesh të shkoj dhe të bisedoj edhe me bashkëshortin, edhe bashkëshortën për t'i qetësuar, që po të intervenoj policia, ti mund të kthehesh, mos të kthehesh, keni një fëmijë, domethënë këto i kam bë. Ka pat raste kur gruaja më ka thirrë dhe më ka thënë mendoj të bëj vetë vrasje dhe unë e kam lënë drekën, si kam qenë duke përgatitur, kam thënë burri Dario ika sepse është një viktim, kam marrë veturën edhe kam bërë ndoshta 2 orë rrugë për ta siguruar atë dhe për t'i bërë me dije që divorci nuk është krim dhe më mirë është një fëmijë të rritet me prind të ndar dhe i lumtur sesa në konflikt. Absolutisht.
dhe kam arritur domethënë t'i qetësoj se në momentin që i lajmërojmë rastet të cilat kanë tendenca të vetvrasjes, sigurisht që ato shkojnë në psikiatri dhe mund të ta humbin të drejtën e fëmijët. Dhe mundohemi dhe t'ja spjegojmë këto gjëra dhe kam fatin që vërtet arriti bindi dhe çka më kënaq më shumë ti kur më kthejnë mesazhat ti je angel këtë tokë. Kënaqem me këto mesazhe sepse kjo është detyra që më ka dhënë Zoti dhe për këtë them Zotit faleminderit. Edhe pse i kam vështirësitë e mia shëndetësore, këto kryqet si themi në fen ton, jam më se e lumtur që arri t'u ashli dorën dhe ti siguroj një qetësi Bravo. psikologjike e shpirtërore. Bravo. Jem marrë me modelizëm, me balet, me shumë teme të ndryshëm, po kom lexuar që je angazhuar edhe në politikë, a është e vërtet? A mundesh më na tregu pak për këtë? Unë thash më herët, në vitin 2007 unë dava nga ish bashorti dhe isha si një njeri humbur në pyll, pa buzull, pa asgjë. Ka të fryn era të shkoja. Dhe fillova më së pari, unë inkuadrova në komisionin për integrimin e të huajve, në komunën e Prit, që u jam mirënjohëse gjithë jetën asaj komune, se vërtet kam bërë shumë për mua dhe kam bërë shumë për familjen time, kur i kanë sjellë gjatë kohës aksidentit, kanë sjellë mbara 24 orëve së bashku me ambasadën e Zvicrës në Kosovë. Këto kanë bërë një detyrë të mrekullueshme administrative. Dhe pasi që isha antare e komisionit për integrim, arrita vërtet të integrohem dhe u kyqa pak në politikë, në Partinë Liberale Radikale. Zakonisht ne me Liberale radikale? Çka është kjo? është një parti që Edhe liberale dhe radikale? po. Ti je radikale në politikë? Jo, nuk jam, edhe pse më kam propozuar, po unë jam nga ato persona që kam dëshirë më së pari të sigurohem tek gjuha. Gjuhën frenge e flas shumë bukur, ashtu siç e flas gjuhën shqipe, është gjuha ime e dytë, gjuha frenge, por ende nuk jam e gatshme, ende nuk e kam atë besimin e plot që të futem në parti këtu në Zvicrën Gjermane, pasi që gjuha është kulmi i çdo gjëje. Edhe unë i ngacmoj miqët e mi zvicranë, them, unë jam një zvicrane e huaj këtu në Zvicrën Gjermane, sepse nuk e flas gjermanisht. Kështu që ndoshta në të ardhmen do të inkuadrohem prapë, po du të ri neutrale në aspektin e politikës, edhe pse, domethënë, inkuadrimi im në këtë parti ekstrem të djathtë më ka dhënë shumë mësime, sidomos për të drejtën e të huajve. Për atë, së bashku me praktikën që kam bërë në kabinetin Karaja, eksperienca ime duke u ballafaquar me padrejtësitë për të drejtën e qëndrimit në Zvicër, pastaj edhe integrimi në këto aktivitete politike, më ka kompletuar që sot jem në shërbimin e të tjerëve. Edhe do të kishte pas shumë hije për të futur politikës, Saranda. Jo, faleminderit. Ndoshta të zaventësoj aty ndonjëherë, po jo në politikë. Okej, bukur shumë. Edhe me më zëvendësu mu të ka hije. Saranda, interesant është se ne do bëjmë një diçka tjetër për arsye të minutazhës tashmë. Po. Ne do kemi mundësinë në studion e podcastit një herë tjetër, ta lëshojmë lërë, ti marrim 2-3 orë hapësirë me qetësi dhe të flasim për gjitha këto se pas ka shumë për të folur. Unë jam e hapur edhe për të folur, edhe për të takuar njerëz nëse ju lajmërohen, kështu që kërkoj falje nëse ju lajmërohen shumë. Absolutisht e kanë më lajmëruar, sigur. Unë jam në dispozicionin ata që duan më lajmëru, të lutem direkt te Saranda, jo përmes nesh se ne edhe mundemi. Jo, përmes Altinit. Mundemi me Harun e herë, prandaj po them Saranda Ademi apo si e keni. Atëherë, unë në aspektin artistik njem Saranda Ademi, Po. por unë oficialisht jam Saranda Tereza Bruno. Saranda më ka pagëzuar gjyshja ime Dajva. Bruno është bjemri i bashortit, domethënë që kam qenë e detyruar në dokumentat të marr bjemrin e burrit, dhe Tereza është emri të cilin e kam gjetur unë vet gjatë pagëzimit. Bravo, bravo. S'kish gjë më të bukur. Interesant. Si e ka pritur familja juaj konvertimin përsëri në Nuk jam fen? konvertuar. Unë nuk jam konvertuar, unë jam pagëzuar, sepse ne jemi konvertuar në Islam. Nëse shikojmë historinë e familjes Gervalla, përsëri. Rikthim. Rikthim. Po, rikthim. Po mu gjithë më kam parë me krysh familja ime.
Okej. Dhe për ata nuk ishte shumë interesant, ajo nëna im Nëse, është ko pas ko në fillim pak e befasuar, por herën e kaluar kur ishte tani këtu në Zvicër edhe më shoqëroi, domethënë thash unë duhet të shkoj të bëj lutjet. Ti thash e ti tu bën çfarë të duash, sa po kjo tha shtëpi e Zotit, ta unë lutem në atë mënyrën tënde, ta ti lutem në mënyrën tënde. Bukur. Dhe kjo është gjë më e bukur, Kryesorja absolutisht. që vetë feja do të na ndaj asnjë. Po. Ne shqiptarëve nuk duhet ta lejojmë që feja të na ndaj. Është Absolutisht vetëm një jo. zot, nuk janë dy zota, po të ishin dy zota do ishte Ne kemi një këmbë. ndryshe. Kemi një këmbë. Neve na ndau fatkeqësisht Turku, na ndau një padrejtësi që na bëri Evropa, na ndau në sa pjesë shqiptar, po ne jemi një popull, një këmbë, një gjuhë dhe një flamur duhet ta kemi. Bravo. Bravo. Mund të kemi disa fe që s'do të na ndajnë si këmbë. Dëgjoj, besimi është diçka ke tjetër, si lloj partizë. Absolutisht. Absolutisht. Por nuk Bukur. duhet shumë t'i ndrojmë, më mirë të rrim në atë besim. Qëllimi, unë thëmë, çdo fe që ka për qëllim besimin e sinqertë dhe të plot, dhe të na mësoj ta duam Zotin, ajo është fe e vërtet. Absolutisht. Ajo fe që të mëson ti frigohesh Zotit dhe shko aty bëre lutjen se duhet Zoti, nuk do shkosh në parajs, ajo është e dhimbshme. Marash, ke pyetje? Na është një pyetje të fundit, shkurt. po. Ti ke pas një rrugtim shumë të vështirë. Çfarë mesazhi ke për këtë njerëzit që kalojnë sfida të mëdha në jetë? Duajeni veten. Duajeni veten dhe kontriboni në shoqëri. Njëherë njëri më pyeti tha, unë asnjëherë nuk do të kisha pas mundësi të bëj këtë çfarë ti e duke bërë. Me gjitha këto dhimbje, nga spitali qosh dhe ik tek personi që ka nevojë, si është e mundur që ti nuk pushon. Unë asnjëherë nuk do të bëja këtë. Dhe unë ja ktheva një përgjigje që nëna Tereze kishte thënë. Thash, as unë nuk mund ta bëj punën tënde, por nëse i bashkojmë punët tona, ne do bëjmë diçka të mrekullueshme. Mesazhi bukur. Bukur, shumë faleminderit Saranda. Ishte kënaqësi që Faleminderit të kishim aty. sonte në Folship Show dhe do kemi rast për të qenë përsëri në Folship Show. Me gjithë zemër, Kur faleminderit të shumë. avanconi përsëri me forumin që jeni angazhuar për ta çuar përpara, derën këtu e keni të hapur gjithmonë. Me gjithë kënaqësi, faleminderit shumë. Ishte Shumë vërtet faleminderit për kënaqësi. dhuratën, për lulën, për historinë që ndave me neve me shikuesit tani, diçka jashtëzakonisht interesante. Do jesh viral në gjitha rrjetet tona sociale, pa diskutim me këtë pjesë, domethënë gjithandaj do shpërthesh, do bësh një boom me këtë histori që na tregove. Të falenderojmë shumë edhe një herë nga zemra dhe të Edhe unë përcjellim me zemër. edhe të përcjellim Eduard Trokition, Big Up Foniona, Saranda Ademi.